Ajo që ka ne kemi... Mira, ishte falsifikim brenda një ombrelle. Ajo dje. Unë po flas... Edhe në vitet kaluara. Unë po flas për gjithë të tjerat. Do me thënë, ajo që, do me thënë, si ajo situata, dim atë që s'dim, po ka dhe ca gjëra që si dim, që si dim. Që si dim. Kjo është pra, aty kam unë. Uroj që ky rast të hetohet në mënyrën e drejtë mundshme, që ne të kuptojmë realisht se sa kapilare... Se të ngelet vetëm te hetimi kjo, kur kjo duhet të kthehet në një moto të gjitha institucioneve, që të prodhojnë letra serioze, të pa falsifikueshme, një, dhe të verifikueshme, dy. Se kjo ka një gjë që s'shkon, o vlla. Tani, këtë duhet ta shohim se si do dalin në fund, sepse unë e thash, sot të gjithë këto dokumente, të cilët prodhohen, flas në një diplomë e cila merr në universitet, e cila merret në rrugën e drejtë, po them, ka një numër serial që e shoqëron atë, që është pikërisht ky numri që të ndihmon për të kuptuar origjinalitetin e këtij dokumenti. Prandaj duhet parë se si kanë qenë këto dokumenta, por ajo që më shqetëson sot është që këto individ, të cilët kanë marrë një diplomë nga ky institucion, mund të jenë sot në administratë, mund të jenë sot mjek, mund të jenë stomatolog, dhe këto janë diploma që janë gjetur mjek, stomatolog, janë gjetur infermier, pra individ që kanë të bëjnë me dhe kanë në dorë shëndetin tonë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ky rast mos kalonte i heshtur, e padyshim të hetohet në mënyrën e drejtë, sepse kështu vetëm po e dëmtojmë arsimin tonë shqiptar dhe po vazhdojmë ta njollosim çdo herë më shumë duke i detyruar të rinjt tonë të largohen. Atëherë falenderojmë shumë përzemërsisht Kolindo Vjerdhën, që është një ambasador, le ta quajmë, i shoqërisë civile, një njeri që merret me gjitha këto problemet. E falenderojmë shumë për këtë ndërhyrjen e tij. Së dyti, i ftojmë të gjithë njerëzve që e vetmja gjë, jo falso, që mund të kenë besim është Dorelani, dhe po të flini në Dorelan, edhe falso po të jeni beni original, sepse Dorelani të jep një qasje njerëzore, të bën më njeri, pra e humbet atë falsitetin, dhe së treti, faleminderit, shifemi javës tjetër.